Lidhja Prizrenit. U krijua më 10 qershor 1878. Në një moment kur e gjithë hapësira shqiptare po rrezikonte të coptohej nga vendimet e fuqive të mëdha pas luftës ruso-turke të viteve 77 dhe 78. Traktati i Shën Stefanit dhe më pas Kongresi i Berlinit parashikonin të jepnin malit të zi, Serbisë, Bullgarisë dhe Greqisë, territore të gjera, ku banonte popullsi shqiptare, duke përfshirë zona të vilajetit të Kosovës, Shkodrës, Janinës dhe Manastir. Shqiptarët panë qartë rrezikun pjesë të mëdha të trojeve të tyre, ku du kalonin pëshinjave, pa asnjë pyetje, pa asnjë vlerësim për identitetin e tyre kombëtar. Kjo krijoi një frikë të madhe se trojet shqiptare do të ndaheshin mes shteteve fqinje, duke shuar çdo sound për një të ardhme të përbashkët kombëtare. Lufta ruso-turke kishte dobësuar rënd perandorinë osmane në Ballkan, duke lënë vetëm vilajetet shqiptare si territoret kryesore që i kishin mbetur. Ndërkohë, ushtria serbe dhe malazeze, mbështetur nga Rusia, ishte pushtuar zona me popullsi shqiptare, duke dobuar 10 mijëra banor musliman nga Sanxhaku i Nishit e rrethinat e Toplicës, të cilët u dyndën drejt vilajetit të Kosovës. Ky eksod masiv dhe rreziku i coptimit krijuan një klimë të dhimbshme dhe alarmante për shqiptarët, duke i bashkuar në idenë se duhet vepruar me një herë për të mbrojtur veten dhe tokat e tyre. Në këtë situatë të tensionuar, elitat shqiptare, si ata në Stamboll, ashtu edhe prijës lokal në 4 vilajete, kuptuan se nuk mund të prisnin më ndihmë as nga porta e lartë, e cila nuk e pengonte dot zbatimin e traktateve ndërkombëtare, dhe as nga fuqitë e mëdha që nuk e njihnin kombësinë shqiptare si subjekt politik. Në fakt, kancelari gjerman Otto von Bismarck deklaronte hapur se kombë shqiptar nuk ekziston, duke lënë çështjen shqiptare jashtë ryezave diplomatike. Prandaj, shqiptarët vendosën të marrin fatin e tyre në dorë. Lidhja u formua pikërisht për t'i dhënë një përgjigje këtij rreziku kombëtar. Ajo lindi si një organizim politik dhe ushtarak mbar shqiptar, që synonte të mbronte tërësinë territoriale të trojeve shqiptare brenda perandorisë osmane dhe t'i pengonte vendimet që preknin drejt për drejt tokat e tyre. Fillimisht, në dokumentin themelor, lidhja shprehu synimin për të mbrojtur territoret perandorisë nga coptimi, por shumë shpejt, qëndrimi i saj evoluoi në një drejtim të qartë kombëtar, mbrojtjen e tokave shqiptare dhe afirmimin e të drejtave kombëtare të shqiptarëve në arenën ndërkombëtare. Komiteti i Stambollit, i përbërë nga patriot të njohur si Abdyl Frashi, luajti një rol vendimtar në thirrjen e kuvendit dhe në hartimin e platformës politike të lidhjes. Lajmi se Kongresi i Berlinit do të mblidhej më 13 qershor 1878 e shtyi organizimin e menjëhershëm të kuvendit në Prizren, ku delegat nga të gjithë trevat shqiptare u mblodhën për të diskutuar dhe për të marrë një vendim historik, dhe mos lejohej ndarja e tokave shqiptare. Prizreni nuk u zgjodhi rastësisht. Ishte një prej qyteteve më të mëdha të Shqipërisë së atërshme, dhe ndodhej prej zonave ku pritej përplasja e parë me planin e fuqive të mëdha. Në thelb, lidhja e Prizrenit
krijuar sepse shqiptarët përballen me rrezikun më të madh historik deri atëherë. Zhdukjen e mundshme të trojeve të tyre etnike. Ajo ishte përgjigjja e një populli që refuzoi të ndahej, të shkrijej dhe të zhdukej. Ishte hapi i parë i organizimit kombëtar modern shqiptar. Një reagim i koordinuar politik, ushtarak dhe diplomatik, që synonte mbrojtjen e identitetit, tokës dhe së ardhmës së popullit shqiptar.